Për shëndeti nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur përgatit një hallëve, pasi që është nota e modhe e Miragjit. Sonte Alloj na pranoft agjerimin gjellëve. Krejt që kanë nevojitet prej barazia një gotë me vaj, 2 gota të njëjta me miell, në anën tjetër një gotë e 300 ml që është me sheqer, një gotë pra 300 ml qumësht të ftaftë, 300 ml me ujë të ftaftë për shërbetin edhe një sheqer vanile. Këto janë për shërbetin. Dhe bismillah fillojna me njëherë me përgatitjen. E kemi marrë një tigan, e kemi lëshu edhe shporetin edhe bismillah. Pra, hedhim vajin. Edhe shtojna 2 gotat njëjtës masi pra me miell, e përzina me lugë të drurit derisa të fillon me marrë ngjyrën e që dëshirojna ne, pra dikush ka qef ma qeld, dikush ma të msheld. Përzina pra, miellin me vajin, derisa ta merr një ngjyrë që ne dëshirojna. Derisa të skuqet pra edhe hallëja të merr ngjyrën e mirë që dëshirojna, tashti tek uji i ftaftë shtojna pra edhe qumshtin e ftaftë, e përgatitim me njëherë edhe shërbetin që t'jeti të rritur sheqeri, edhe një sheqer vanile që gjithmonë për një aromë të mirë, munden edhe pa të, unë ja qes për se kom qef një që e aroma mirë, e përzina me tel të dorës dhe i tretë sheqeri, edhe nuk e vlej asnjëherë se nuk e zi asnjëherë shërbetin. Pasi e kemi skuqe dhe hallëven, unë kam qef ngjyrën e errët, pas pra matë të mbyllt, jo me lënë krejt qelë, pra ngjyrën jo sipas dëshirës, sipas qefit, jo e skuqnit pra hallëven. Shto unë pra si shpeshefni. Tasht e nali shporetin, spari edhe largoj tigonin anash që ku ta përvlojnë atash t'ja kthejna pra shërbetin, mas të na përvlohen edhe durt pra me cërpik. Shërbeti është edhe gati dhe bismillah ja hedhim hallëve. Pasi kemi përvlu hallëven tashti, e qesim prap tek shporeti dhe lëshojna prap shporetin me temperaturë ma të jo 9 pa 4 e përzina me tel të dorës. E përzina mirë, pra derisa të krashet edhe hallëva edhe të sijet mirë, pra si shpeshefni me që ka fillu, shpejt e përzina. Edhe hallëvën tash e rrotullojna qështu në 2 anë me lugë të drurit, hallëva është gati kështu, e nalim edhe shporetin. Si gjithmonë me lugë e qes pra lugë edhe hallën e mëzet edhe neve na bëft mirë për iftar, juve po ashtu motra të dashur nëse e provani po ashtu i lumshën duart e ju bëft mirë. Del një hallë po ashtu shumë e sheshme, si për ata mesirët, për ndryshe ju shumica i thuni mesirëve vidim, ne i themi ka oma duka gjenë mesir, kur dalin mirë. Mirë që është pra e ka shirën edhe kjo hallëve. E rënditim pra edhe e lojna me uftuf. Ose të nxehtë që është keni qelë.
Kështu pra duket edhe halva e kemi qitë pra në një tabake ose pjatë që shdoni edhe e lona me ftuf, neve na beft mirë, juve po ashtu nëse e provoni. Ja vlen ta provoni del shumë e shishme. Allah na pranoft agjërimin gjithve e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them miru pofshim.